Kam pas vetë një si kjo dhe i kom qef, kështu që kom pak nostalgji për këte. Audi A7 2013-ës, 3.000 naft supercharged, me këtë ngjyrën blu terrët si navy blue, shumë e bukur. Kjo është S-Line, kështu që është pak më sportive përpara, ka distronikun këtu, sensor të parkimit, Fenert ka këtë modelin full LED, më të mirë në mundshëm që kanë pas të. Diset i ka i zeqe, këto kanë qenë për herë me këtë formën e bukur, rivalit e CLS-s edhe Series 6 Grand Coupe. Me Keyless Go, hapet mbyllet me çelës në xhep. Xhamatezi ka me leje, është e sapo targu me makina. Ka dhe bishtin këtu që ngrihet vetë kur kalon 120 në orë, ose shtyp butonin e ngrihet direkt. Dy marmitat, kamerën e parkimit, sensor të parkimit. Nuk ka si lloj defekti nga ana estetike, është perfekt, as gërvishtje, as gjon më të vogël. Ky është motori 3.000 supercharged, benzin, V6, është pa taks luksi, normal, më pak se 3.000 kubik, 2.900 ca kubik. 310 kuaj fuqi, 420 Nm tork, shumë motor i mirë, kamën e ka ZFT HP-n, unë të imi kam pas bo me stage, të shkën 400 kuaj direkt ashtu, se është motor shumë i fuqishëm, është si S4-ës së pesës. Bohen edhe 100% gaz, kjo s'është e bohen me gaz, edhe kjo ka vetëm 117.000 km, me 113 ka ardhë 4.000 km e në bo, është super gjendje, s'ka nevoj për asnjë lloj gjoje. Snihet fare po në motori siç duhet. Sa të bukur e boku interiori ndriço. Gjithë këtë makinë zez, ka këtë ngjyrën si të verdh, shumë e veçantë, si ngjyrë individuale. Sedilet i ka elektrike, me memorie, me lambar support, me përthyrje, me masazh. Më të mira të mundshme. Sistemi Audi ka Bose, këtë rrëmesën e bukur të drunit. Normalisht me Keyless Go, 20 me çelës në xhep. Plus minusat pedal shifter në timon, vetëm 117.000 km, me head-up display, ke këto comfort auto dynamic individual. Kjo është edhe me amortizator më ajër, shifsat poster ka tapiserin akull, perfekt. Me balxho lart, kamera e parkimit, klimën me 2 zona, sedilet me ngroje, edhe masazhin që e lëviz si dush. Tavanin e ka të zi, bo kontrast me këtë pjesën tjetër. Butonin për të ngrejt bishtin, këto janë këto kontrolerat e MMA-it, auto holding. Kjo lloj tapiceri e kënaqësh kur e shef, sikur ndrit ço. Sedilet me ngroje dhe mrapa, klimën me 2 zona edhe mrapa. Hapësirë ke, edhe lart, edhe para, është perfekt. Sistemi Audi Bose ka wooferin këtu, edhe gomën e rezervë që s'është përdor asnjëherë. Elektrik, bagazhi. Çmimi për këtë Audi A7 super të bukur, edhe jashtë edhe mrena siç e pam, është 11.000 euro, shumë pak i diskutueshëm. Numrin e kontaktit e keni këtu poshtë, ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.